do të keni si thua një kuptim më shumë se një përfaqësues. Do të keni Erenën, padyshim që do të keni edhe Subiun. Në kuptimin që unë kam përgjegjësi për gjithë qarkun, është e vërtet, por ky rreth është prioritar. Ky rreth është prioritar për shkak të investimeve që po bëhen dhe për shkak të së ardhmes shumë të mirë që ka. Nga ana tjetër, ky rreth ka dhe disa problematika më theksuara, po themi, se sa rrethet tjera. Kështu që angazhimi im do të jetë i posaçëm mbas këtyre zgjedhjeve, që do të jenë pikë pari të lira dhe të ndershme, ne jemi të sigurt që këtë vit Shqipëria do ta marrë këtë status. Ne e kemi të qartë rrugën në cilën duhet ecim. Ne kemi një model të qartë si funksionon. Nuk mund mos them që ky tunel dhe kjo rrugë ju përket dhe juve. Rruga Gramsh-Kodovjat ju përket dhe juve. Rruga që do të filloj brenda kësaj vere, Banj, Gramsh, ju përket dhe juve. Është rrugë e shtrenjtë, është rrugë e vështirë, projekti është i bërë, projekti është i gatshëm dhe edhe financimi është i gatshëm, dhe ne shpresojmë që vitin e ardhshëm ne të fillojmë punën me këtë rrugë. Nuk është një premtim ka qenë para 2 vjetësh, premtim ka qenë para 4 vjetësh, tashti është një gjë e gatshme për të filluar punë. Por ne për Gramshin kemi bërë shumë. Vërtet është kjo rrugë e Kodovjatit, po është edhe rruga e Poroçanit. Do të filloj edhe rruga nga Banja deri në Gramsh. Por mos harrojmë që këtu në këtë tredh do të bëhet investimi më i madh në Shqipëri. Në fakt, hidrocentralet e Kaskadës dhe Vollit janë investimi më i madh që bëhet në Europë sot për hidrocentrale. Janë rreth 1 miliard euro. Do të jenë mbi 5.000 punonjës dhe kjo do ta përmirësoj në mënyrë të jashtëzakonshme ekonominë e kësaj zone. Unë jam i sigurt që mbas 4 vjetësh ju të gjithë do të keni para syve tuaj një Gramsh tjetër. Gramshi është rrethi që përfiton më shumë në këtë 4 vjeçar. Kryeministri para 2 vjetësh zgjedhjet lokale tha, i gjithë fokusi jon do të jetë Gramshi 1 edhe Mati 2. Dhe kjo është bërë realitet edhe për Gramshin, edhe për Matin. Brenda këtij 4 vjeçari ne jemi të sigurt që e gjithë infrastruktura rrugore e Shqipërisë mbaron. I kemi kushtuar vëmendje të veçantë sepse me të shkuar rruga shtohet prodhimi, fillon puna. Ju jeni më mirë, ekonomia juaj e familjeve tuaja është më mirë dhe ekonomia e gjithë Shqipërisë është shumë më mirë. Dhe ky model pune, kjo rrugë pune, kjo mënyrë ka dhënë rezultatet e veta. Nga ana tjetër kemi ulur importet, mallrat që blejmë nga jashtë. Dhe kështu ne bëjmë mundur që të mos harxojmë paranë tonë jashtë, po ta mbajmë këtë para në vend. Ne me 4 vjeçarin e ardhshëm ne do të bëjmë siç kemi bërë këtë programin e rrugëve, të qendrave shëndetësore, të shkollave, ne këtë 4 vjeçar do të bëjmë një program posaçëm për vaditjen dhe kullimin. Shkallë, sipas prioriteteve, sipas urgjencave, do të filloj të zbatohet në këtë vend për të rritur prodhimin bujqësor. Janë rreth 5.000 familje që kanë përfituar në qarkun e Elbasanit nga subvencionet për pemtari, për ulli, për arror. Sigurisht, ata që duan të punojnë, kanë mundësi më shumë të punojnë. Ne do t'i mbështesim ata që duan të punojnë, ata që duan punën, të rrisin prodhimin, të rrisin mirëqenien për veten e tyre, por edhe për vendin. Ky subvencionim do të trefishohet në mandatin e ardhshëm. E kemi një prioritet të veçantë çështjen e bujqësisë, sepse duke fuqizuar bujqësinë, ne në fakt japim vlerë tokës. Një. Së dyti, ne bëjmë mundur që gati 40-50% e popullsisë që sot jeton në zonat rurale të ketë mundësi për një jetë më të mirë. Dhe ne do të vazhdojmë të rrugë. Besoj që me 8 vjet ne kemi treguar që e bëjmë të, edhe kemi treguar se në Gramsh socialistët votojnë pa punuar. Nuk ditë kanë bërë 1 metër rrugë në Gramsh. Edhe bashkinë e rregulloi kryetari i bashkisë sonë. Uzina e armëve hapëm ne.
funksionojnë, punojnë 200 njerëz ka kaq vite. Subvencionet i kemi bërë ne. Hidrocentralin e siguruam ne. Rrugën që do bëhet banjës, po e sigurojmë ne dhe do të filloj punë. Jetë sigurt që së bashku do të arrijmë edhe këtë 4 vjeçar të bëjmë këtë gjë. Ata votuan kundër këtij tuneli. Votuan kundër tunelit. Duke e filluar falenderimin me ju që jeni këtu prezent, por edhe për ata që nuk kanë mundur të vinë. Falemderit për mikpritjen dhe falemderit që keni marrë kohën tuaj për të qenë këtu me ne, për të na dëgjuar ne dhe ne për t'ju dëgjuar juve.